Kosova është bërë pjesë e nismës së Bashkimit Evropian për vendet anëtare ose aspiruese në kuadër të Komitetit Ekonomiko-Social të Bashkimit Evropian. Reformat në integrim evropian, qëndrueshmërinë, bashkëpunimin me shoqërinë civile, gjithashtu ka mundësi që të përgatitet edhe të ndërtojë dhe të rregullojë sa më mirë strukturat e saj në kuadër të dialogut ekonomiko-social, cilat janë edhe kritere që BE-ja u vë vendeve që janë aspiruese për të bërë anëtare të Bashkimit Evropian. Dhe gjithashtu në një farë mënyrë përgatitet që të arrijë këto standarde në të ardhmen. Gjithashtu, shoqëria civile, përfshirë këto pra organizatat e shoqërisë civile, odat ekonomike dhe përfaqësuesit e sindikatave të punëtorëve, kanë mundësi që të ndjekin trajnime, të shkëmbejnë përvoja me vendet cilat janë më të avancuara në këtë drejtim, dhe gjithashtu në kuadër të imazhit ndërkombëtar për Kosovën shërben si një hap fillestar në rrugën e saj integruese për integrim evropian. Kosova në këtë komitet do të ketë një mundësi shumë të mirë të adresoj problematikat dhe sfidat e veta në zhvillimin ekonomik, në zhvillimin infrastrukturor, në zhvillimin social dhe në përgjithësi në zhvillimin e vendit tonë në ato të themi shtyllat kyçe të zhvillimit shtetëror pra si vend. Roli i Kosovës edhe përfitimet lidhen më shumë me adresimin e këtyre çështjeve në mënyrë që këto çështje të përfshihen në programet direkte të financimit dhe mbështetjes nga ana e institucioneve evropiane. Nëse shohim buxhetin e planifikuar në vlera miliardëshe pra të këtij plani, kjo nënkupton që edhe në aspektin financiar investimet pritet të jenë gjigante, pjesët e cilave do të jetë edhe Kosova. Ky është një hap i ndër hapat e parë dhe tepër transition të Bashkimit Evropian për me integru Ballkanin Perëndimor në për strukturat e saja zyrtare edhe para antarësimit formal të vetë shteteve. Ky proces ka nisë në vitin 2023 përmes Këshillit Ekonomik Social, që një trup e Bashkimit Evropian e themeluar në vitin 1957, edhe në vitin 2023 është marrë ky vendim se Ballkani më përfshi. Megjithatë, në kohën kur vendimi për përfshirjet Ballkanit apo vendeve kandidate për antarësim në BE është marrë, Kosova u patjon jashtë si i vetmi shtet si zakonisht që ndodh në për situata të tilla, dhe na nuk kemi mujt me qenë pjesë në vitin 2023. Në atë moment, menjëherë patëm reagu mbi këtë në atë kohë dhe tash e vlerësojmë si padrejtësi, ku përmes një kriteri formal Kosova u pat përjashtu prej mundësisë për të qenë anëtare e Komitetit Ekonomik Social. Menjëherë në maj të vitit 2024 kemi pas takime me udhëhec të Këshillit, fillimisht në Ljubljanë dhe më pas edhe takimet e tjera në Bruksel, ku jo formalisht na janë kumtuar edhe arsyet pse nuk jemi përfshirë, që ndërlidhen kryesisht me arsye politike dhe mungesën e statusit tonë si vend kandidat për antarësim në BE.